Ajo është një kolegja ime. Flet 5 gjuhë të huaja: anglisht, italisht, turqisht, arabisht, maqedonisht. Për 6 vitesh, bashkë me familjen e saj të re që ka ndërtuar, jeton në Turqi, ka një djalë 4 vjeç dhe edhe pse është shumë e re, ajo ka patur guximin që të kundërvihet provokatorit Mustafa. Jo pak e zjarrt ka qenë replika e Nada Dostit, vajzës të mbuluar, e cila u përfshi në debat me analistin Mustafa Nano. Ai shkruan të ndër të tjera se, edhe në Shqipëri, ku ka një klim lirie, ku ka një elitë sunduese ateiste, e ku shoqëria e mjedisi publik dominohen nga një frym laike, nuk të qëllon të shohësh gra muslimane me guxim. Nuk ka dalë asnjëra që të thotë: "Hey njerëz, unë po e heq hijabin, nuk është për mua." Nada, e ndihmuar edhe nga dëshira për të shkruarin dhe gazetaria, pasioni i saj i madh, sigurisht që nuk ishte dakord, gjë që e nxiti të reagonte duke dhënë argumentat e saj, ku shkruante se vajzat muslimane kanë guxim dhe dinë të reagojnë.